Një operacion antidrog I zhvilluar nga policia e Elbasanit ka çuar në zbulimin e një sasie prej rreth 1 kilogrami heroin të fshehur në një automjet tip furgoni. Mjeti është ndalur për kontroll në aksin rrugor Bulqiz-Librazh, ku efektivët kanë konstatuar një çantë të dyshuar brenda gomës së furgonit, me të cilën ndodhej lënda narkotike e ndarë për transport. Gjatë kontrollit janë gjetur gjithashtu shumë parash në lek, euro dhe dinar, të cilët dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Pranga ka rënë 32 vjeçari nga Struga, I dyshuar si person që kishte siguruar heroin dhe e kishte futur në territorin shqiptar përmes kufirit të gjelbër. Bashkë me të është arrestuar dhe 45 vjeçari nga Durrësi, I cili dyshohet se do të merrte drogë me qëllim shpërndarjen e saj në tregun vendas. Sipas policisë, të dy personat akuzohen për trafikim të lëndëve narkotik, kryer në bashkëpunim. Gjatë operacionit janë sekuestruar si prova materiale, sasia e heroinës, automjeti tip Fiat I përdorur për transport, 2 celularë si dhe parat me vlera të ndryshme. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikimit kanë kaluar në kompetencën e prokurorisë së Elbasanit, e cila po vijon punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të dyshuar kriminal.